Studiuesi Vehbi Miftari ka qenë i ftuar në Universitetin Fanoli të Korçës në një bisedë me student dhe pedagog mbi studimin e tij më të fundit të titulluar Etnoletra Shqipe, raporti letërsisë me etnokulturën dhe kombëformimin. Ai tregon se janë dashur 9 vite për të përgatitur këtë studim, i cili synon të hapë një dritare të re në interpretimin e letërsisë, por në të njëjtën kohë ta bëjë letërsinë të dukshme dhe të pranueshme në katedrat universitare. Është një studim që prek disa fusha, përveç letërsisë, përveç studimit të autorëve të hershëm e të më pastaj mbledhjet të pas romantikës shqiptar, prek edhe dimensione të tjera, mbi të gjitha dimensionin e historisë, pastaj të filozofisë, raporteve me dijet sociologjike dhe kulturore dhe në fund me zhvillimin e kombeve, siç e thash, ose me teoritë mbi kombëformimin. Përgjithsisht qasja që studiuesit kanë krijuar ndaj librit është se ai mund të shërbejë fare mirë në të gjitha këtyre programeve që të hapin një perspektivë të re, le të themi, të interpretimit, jo vetëm të interpretimit letërsisë, po të përfshirjes së saj ose të raporteve që ajo ka me këto fusha në programet studimore. Studiuesi ka qenë i ftuar nga Departamenti Gjuhës dhe Letërsisë në Fakultetin e Edukimit e Filologjisë, ndërsa gjatë aktivitetit ai është përgjigjur interesimit të studentëve dhe pedagogëve mbi pjesë të veçanta të botimit të tij.